Nga nesër nuk do të vlej më kufizimi i margjeve dhe çmimet e ngrira për më shumë se 1000 produkte ushqimore bas. A do të përballen qytetarët me një tjetër goditje të çmimeve apo tregtarët e kanë mësuar leksionin nga qeveria, do të shihet ditët në vijim, kur çmimet e reja do të vendosen në markete. Ngjarjetet e mëdha të marketeve nuk komentojnë publikisht. Në bisedë jo formale ata thonë se gjithçka do të varet nga çmimorët që do t'u ofrojnë furnizuesit, pasi që në markete margjet nuk kanë qenë të mëdha. Megjithatë, thonë se ato margje që ishin të kufizuara për disa produkte luksoze do të rikthehen në nivelet normale. Nga lidhja odave ekonomike nuk prisin rritje të madhe të çmimeve, por theksojnë se gjithçka do të varet nga kalkulimet e secilës kompani. Секоја компанија ќе се направи сопствени интерни анализи, ќе го преразгледа своето интерно работење, ќе се ги увиди трошоците и врз основа на тоа потребно е да се утврди соодветни цени. Сметам дека нема да има некој соодветен значаен раст на цените, односно дека ќе има некоја приближна стабилизација, но не сум сигурен, повторно да кажам и да тврдам за секој индивидуален правен субјект кој што работи. Edhe pse çmimet e bursës u stabilizuan në nivel më të lartë se sa në periudhën kur u sollën masat qeveritare, si rreziqe kryesore për rritje të re të çmimeve theksohen mungesa e fuqisë punëtore dhe rritja e pagave. Имате и друг голем и сериозен фактор што се нарекува човечките ресурси. Ова неколку пати ви го повторувам, кој што последните години радикално се сменија некои работи во однос на тој недостаток, така да тука е моментумот кој што најмногу влијае, потенцијално би влијал во подигнувањето на цените на финалните цени на производите. Nga qeveria presin që tregtarët e kanë mësuar leksionin, thonë se nëse nga dita e nesër me çmimet rriten, do të ketë masa të reja. Ако има потреба би продолжиле со мерка, ако нема потреба, тогаш останува пазарната економија да ги регулира цените. Се надевам дека поучени од минатото, сите они учесници во ланецот на трговија, се надевам ја научија лекцијата дека пред се треба да бидат граѓаните и заштитата на животниот стандард. Qeveria në shkurt miratoi 2 masa në përpjekje për të frenuar çmimet e ushqimit, me njërin prej tyre u kufizuan marxhat nga 5 deri në 15% për 102 grupet produktesh, ndërsa me masën tjetër u ngrin çmimet për 8 grupe të produkteve. Këto masa kishin për qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga goditjet e çmimeve gjatë festave të Ramazanit dhe Pashkëve.